Përshëndetje miq të Radios Ngjallja. Sot do të ndalemi tek një nga temat më të thella dhe më të bukura të jetës shpirtërore, Eukaristia. Mund të tingëllojë si një fjalë shumë e vështirë, por në thelb ka të bëjë me diçka shumë personale dhe shumë të gjallë për secilin prej nesh. Fjala Eukaristi do të thotë falënderim. Dhe në kishën ortodokse, ajo është zemra e jetës së krishterë. Është momenti kur besimtarët marrin pjesë në trupin dhe në gjakun e Krishtit, përmes kungimit. Por kjo nuk është thjesht një simbol apo një ritual që përsëritet çdo të diel. Është një përjetim real i pranisë së Zotit. Për ta kuptuar më thjesht, mendo për një marrëdhënie të ngushtë, për shembull, me një mik shumë të mirë. Nuk mjafton vetëm ta mendosh apo ta kujtosh atë. Ke nevojë të takosh, të flasësh me të, të ndash kohë me të. Eukaristia është pikërisht kjo për besimtarin, një takim i gjallë me Krishtin. Në kishën ortodokse, buka dhe vera, gjatë liturgjisë hyjnore, shndrohen në mënyrë mistike në trupin dhe gjakun e Krishtit. Ky është një mister, diçka që nuk shpjegohet plotësisht me logjik, por përjetohet me besim. Dhe kjo është shumë e rëndësishme për të rinjt sot, sepse shpesh kërkojmë prova për gjithçka, por ka gjëra që nuk maten me sy apo me shkencë, ato ndihen me zemër. Gjej, një pyetje që shumë të rinj bëjnë është: pse duhet të kungohem? Përgjigjja është e thjeshtë, sepse është mënyra më e thellë për të bashkuar me Zotin. Nuk është një detyrim, por një dhuratë. Në një botë ku shpesh ndjehemi të vetmuar, të stresuar apo të humbur, Eukaristia na kujton se nuk jemi vetëm, se kemi një burim force dhe dashurie që nuk shteron. Por Eukaristia nuk është vetëm një moment në kish. Ajo vazhdon në jetën tonë të përditshme. Nëse kungohemi, por pastaj jetojmë pa dashuri, pa falje, pa kujdes për të tjerët, atëherë kemi humbur thelbin. Eukaristia na thërret të bëhemi më të mirë, më të durueshëm, më të vërtet. Për të rinjt, kjo është një sfidë reale. Jetojmë në një kohë me shumë shpërshëndrime, rrjete sociale, presion shoqëror, ankth për të ardhmen. Në mes të gjithë kësaj, Eukaristia është si një pushim shpirtëror, një vend ku mund të gjesh paqe dhe kuptim. Është e rëndësishme të theksojmë se përgatitja për Eukaristin ka rëndësi. Kjo përfshin lutjen, pendimin dhe një përpjekje të sinqertë për të përmirësuar veten. Nuk kërkohet të jesh perfekt, askush nuk është, por kërkohet një zemër e hapur. Një tjetër aspekt i bukur i Eukaristisë është bashkësia. Nuk është një akt individual, është diçka që ndodh brenda komunitetit. Kur marrim kungimin, ne bëhemi një trup i vetëm me të gjithë besimtarët. Kjo na kujton se jemi të lidhur me njëri tjetrin, se nuk jetojmë vetëm për veten tonë. Eukaristia nuk është thjesht një traditë e vjetër apo një ritual i largët. Është një ftesë për jetë, për dashuri, për lidhje me Zotin dhe me njerëzit. Për të rinjt, ajo mund të jetë një burim i fuqishëm drejtimi në një botë që shpesh duket e paqartë. Prandaj, herën tjetër që dëgjoni për Eukaristin, mos e shihni si diçka të largët apo të komplikuar. Shiheni si një mundësi për t'u afruar më shumë me Zotin dhe për të gjetur kuptimin më të thellë në jetën tuaj. Supozoni se ju ftoj në një ftesë. Kjo mund të jetë një martesë, një drekë familjare, ose mund të jetë një ftesë nga dikush për të ngrënë një vakt në familjen e tij. Tani mendoni se ai që ju ka thirrur në një prej këtyre gostive u ofron ushimin. Dhe ndërsa të gjithë hanë, ju nuk pranoni të merrni asgjë nga ushqimi. Si do të ndihej i Zoti i shtëpisë? Ai do të insistonte që i ftuari të merrte ushqim dhe nëse i ftuari do të vazhdonte të refuzonte, i Zoti i shtëpisë do të ndihej i fyer. Ola, Shën Joan Gojardi e përdori këtë analogji shumë shekuj më parë, por të përshkruar se sa fyese është për Perëndin,
që i ftonte krishterët të vinë në kishë, të marrin pjesë në liturgjinë hynore dhe më pas në momentin më të veçantë të kungimit të shenjtë, kur vetë Zoti ynë ofron veten e tij për besimtarët. Shumica e besimtarëve refuzojnë për t'u afruar dhe për të marrë pjesë në banketin e tij qiellor. Psalët, himnet, predikoi Shën Joan Gojarti, pohuat besimin. Përse nuk merrni pjesë në tryezën qiellore? Disa nga ju pretendojnë se nuk jeni të denj. E po atëherë, ju nuk jeni gjithnjë të denj për të marrë pjesë në lutjet e kishës. Tryeza mbretërore është shtruar për ju. Ëngjët shërbejnë në këtë tryezë. Vetë mbreti i mbretërve është i pranishëm. Çfarë prisni atëherë? Keni veshur rroba të papastra dhe akoma nuk shkoni të ndroheni. Isui na ka ftuar në qiejt, në tryezën e mbretit të lavdive, dhe ne hezitojmë në vend që të shkoni me vrap drejt saj. Atëherë, çfarë shpresë kemi për shpëtimin? Ne nuk mund të fajsojmë dobësinë tonë. Ne nuk mund të fajsojmë natyrën tonë. Prandaj, vazhdon Shën Joan Gojarti, ju përgjërohem që të afroheni me frikë dhe me përullësi. Shikoni çfarë fjale dalin nga goja e të shenjtit. Sa prej nesh e konsiderojmë fyerje ndaj Perëndisë kur shkojmë në kishë të dielave dhe nuk kungohemi sepse shkojmë të papregatitur. Sigurisht që Shën Joan Gojarti nuk është i vetmi që shpreh këtë qëndrim drejt marrjes së kungimit të shenjtë. Shën Joan Kasianoi këshillon: do të ishte shumë herë më mirë që me përullësi dhe duke qenë të vetëdijshëm se ne nuk jemi kurrë të denj për të marrë kungimin e shenjtë, ne do t'i afroheshim dhe ta merrnim atë çdo të diel për shërimin e sëmundjeve tona, sesa nga krenaria të themi se vetëm një herë në vit jemi të denj për të marrë kungimin e shenjtë. Edhe të dy këta shenjtor nxisin besimtarët që të kungohen sa më shpesh, madje nëse është e mundur edhe çdo javë. Shën Kasianoi vazhdon: ne nuk duhet të shmangemi kungimit të shenjtë për shkak se mendojmë se jemi mëkatar. Ne duhet t'i afrohemi sa më shpesh për shërimin dhe pastrimin e shpirtrave tona, por me përullësi dhe besim, duke e konsideruar veten të padenj, kungimi i shenjtë është ilaçi për kurimin e sëmundjeve tona. Besimi ynë ortodoks është si një thesar, me traditën, mësimet dhe urtësinë. Për fat të keq, shumë njerëz që i përkasin besimit ortodoks, edhe disa që gjatë gjithë jetës së tyre shkojnë në kishë, nuk e kuptojnë se çfarë thesari të pafund ka besimi ynë. Ne duhet ta dimë shumë mirë se synimi ynë parsor i besimit ton është të kuptojmë se çfarë do të thotë të jesh i krishter ortodoks, edhe t'i përkasësh kishës ortodokse. Që të kapësh esencën e besimit ton, do të thotë të hysh në një marrëdhënie të ngushtë, të gjallë dhe dinamike me Perëndin e tërdashur. Nëse ne do të hymë në këtë marrëdhënie me Perëndin, atëherë çdo marrëdhënie tjetër që kemi me familjen tonë, me miqtë tanë, me kolegët, me fshinjët, do të shtrihen në mënyrë më frutdhënëse dhe më të bukur. Kështu synimi ynë si të krishter është bashkimi me Perëndin. Por si mund të arrijmë këtë bashkim? Ne duhet të përdorim mjetet që kisha na ofron. Ne duhet t'i kuptojmë dhe t'i përdorim siç duhet mjetet shpirtërore që mësimi ynë ortodoks na i mëson. Dhe cilat janë këto mjete kryesore? Këto mjete janë lutja, kreshmimi, lëmosha, bashkë me misteret e kishës, veçanërisht kungimi i shenjtë dhe rrëfimi i shenjtë. Sa prej nesh e kuptojnë se Eukaristia, kungimi i shenjtë, është mjeti i parë dhe kryesor, me anë të cilit ne bashkojmë veten tonë me Perëndin, në një mënyrë mistike, të cilën ne kurrë nuk mund ta shpjegojmë apo ta kuptojmë plotësisht. Zoti ynë e ofron veten e tij për ne dhe hyn brenda nesh në mënyrën më të ngushtë. Ashtu siç ka shkruar dhe teologu i njohur Aleksandër Shmemen, darka mistike është përmbushja, kurorëzimi, plotësimi i dashurisë së Perëndisë, esenca e shërbesës, mësimeve dhe mrekullive të tij. Dhe mendoni për darkën mistike, jo thjesht si një vakt, por si një vepër e tërë, larja e këmbëve të dishepujve, ofrimin për ta të bukës dhe të verës, dhënien e mësimit të tij në një urdhërim të ri të dashurisë. Kungimi i shenjtë është një ikonë e dashurisë hynore.
është shija e banketit qiellor, banketit mesianik, që banon në prezencën e Perëndisë, që qëndron në dashurinë e Tij, duke marrë pjesë në gëzimin e Tij. Kungimi i shenjtë është faqja e synimit ton, pjesëmarrje në mbretërinë e Perëndisë. Nëse kungimi i shenjtë është mjeti kryesor me anë të cilit ne bashkojmë veten me Zotin ton Isu Krisht, atëherë ne mund të kuptojmë pse javë për javë, çdo të diel, kisha kremton liturgjinë hyjnore. Ne mblidhemi së bashku çdo të diel dhe në festa të veçanta për të marrë trupin dhe gjakun e Krishtit dhe shpëtimtarit ton Isu Krisht. Ashtu si Aleksandër Shmemen vazhdon të shpjegojë, fakti i padiskutueshëm është në kishën e hershme e shekujve të parë. Kungimi i të gjithë besimtarëve në çdo liturgji hyjnore është një normë e qartë. Gjithashtu, ai që nuk merrte kungimin e shenjtë për disa javë rresht, shkishërohej vetë nga trupi i kishës. Kungimi me trupin dhe gjakun e Krishtit ishte një përmbushje e vetë kuptueshme, e pagëzimit dhe krezmimit, dhe nuk ekzistonte asnjë kusht tjetër për marrjen e kungimit. Ashtu si priftërinjt marrin kungimin çdo të diel në liturgjinë hyjnore, po ashtu duhet të marrin edhe besimtarët, na mëson Shon Joan Gojarti. Ka raste kur prifti nuk ndryshon nga ata që janë poshtë tij, si në rastin e mistereve të shenjta. Ne nderohemi njësoj me ata, e njëjta kup dhe e njëjti trup ofrohet për të gjithë, dhe të gjithë ne një lloj përqafojmë njëri tjetrin. Pra, të dashur dëgjues, secili prej nesh duhet të përgatitet për të bashkuar me Perëndin nëpërmjet kungimit të shenjtë rregullisht. Por ngrihet pyetja: si duhet të përgatitemi? Çfarë duhet të bëjmë çdo javë për të qenë në rregull për të marrë kungimin e shenjtë? Së pari dhe më kryesorja, përgatitja më e madhe për të marrë kungimin e shenjtë është të jetuarit e një jete të krishterë sa më serioze. Kjo përfshin komunikimin me Perëndin çdo ditë me anë të lutjeve tona, me anë të leximit të Ungjillit dhe librave të tjerë shpirtëror. I krishteri serioz vjen në kishë rregullisht edhe merr pjesë plotësisht në adhurim. Dhe pjesë e kësaj jete të disiplinuar përfshin kreshmim të mërkurave dhe të premteve, ditët që kujtojmë tradhtinë dhe kryqëzimin e Zotit. Po ashtu dhe kreshmim në mbrëmje para se të marrim kungimin e shenjtë. Dhe sigurisht mos ngrënia dhe pirja e asgjëje mëngjesin e liturgjisë hyjnore. I krishteri serioz është një shërbëtor besnik i dhuratave të Perëndisë, që do të thotë të përdor diturinë, talentat dhe aftësitë që i ka besuar Zoti për të mirën dhe në dobi të të tjerëve. Ai bëhet një dëshmi e gjallë e dashurisë së Perëndisë, që përpiqet të shpërndajë Ungjillin e Zotit në vendin që jeton. Edhe mbi të gjitha, i krishteri serioz që dëshiron të marrë kungimin e shenjtë, duhet të ketë dashuri në zemrën e tij. Nëse ne përpiqemi seriozisht për të jetuar një jetë me në qendër Krishtin, një jetë të disiplinuar, kur ne përpiqemi të duam të gjithë njerëzit dhe t'i falim ata që na bëjnë keq, atëherë jemi të përgatitur për të marrë kungimin e shenjtë dhe të bashkojmë veten me Perëndin çdo javë. Kungimi i shenjtë është mjeti i parë dhe kryesori që ne duhet të fillojmë ta përdorim. Duke marrë pjesë në këtë mister çdo të diel, duke jetuar nga një eukaristi në eukaristin tjetër, ne do të zbulojmë një burim ushqimi të bollshëm, shërimi, fuqie për t'u afruar sa më afër Perëndisë dhe për të përballur me çfarëdo lloj gjërash që mund të na sjellë java tjetër. Sot po vazhdojmë të flasim për eukaristin, jo vetëm si një koncept, por si një përvojë që lidhet drejt për drejt me jetën tonë të përditshme. Shpesh pyesim: çfarë ndryshon realisht në jetën time pasi kungohem? Përgjigja nuk është gjithmonë e menjëhershme apo dramatike, por ndryshimi fillon në mënyra të vogla. Bëhemi pak më të durueshëm me familjen, më të kujdesshëm me fjalët tona, më të gatshëm për të falur. Është një proces i brendshëm që rritet me kohën. Nëse e shohim më nga afër dhe vetë liturgjia hyjnore, ka një rrjedhë shumë kuptim plot. Ajo nuk është thjesht një ritual që përsëritet, por një udhëtim shpirtëror. Nga lutjet, tek leximi i Ungjillit, deri tek momenti i shenjtë, kur buka dhe vera shndrohen
në mënyrë mistike në trupin dhe gjakun e Krishtit. Çdo pjesë ka një domethënie të thellë. Kur e kuptojmë këtë, nuk jemi më thjesht spektator, por pjesëmarrës. Por le të jemi të sinqertë. Të rinjt sot përballen me shumë pengesa. Disa thonë, nuk ndjej asgjë kur këngohem. Të tjerët, nuk jam mjaftueshëm i mirë, apo nuk kam kohë. Këto janë ndjenja reale, por Eukaristia nuk bazohet vetëm tek ndjenjat. Ka momente kur nuk ndjejmë asgjë, dhe kjo është në rregull. Besimi është një zgjedhje, dhe besnikëri. Nuk shkojmë te Zoti vetëm kur ndjehemi mirë, por dhe kur jemi të lodhur, të hutuar apo të boshatisur. Një pjesë shumë e rëndësishme është dhe falja. Nuk mund të afrohemi me zemër të mbyllur. Nëse mbajmë inat apo zemërim, kjo na pengon të përjetojmë thellësinë e Eukaristisë. Prandaj, falja, edhe kur është e vështirë, bëhet një hap thelbësor. Për të gjithë ju që po na dëgjoni, do t'ju lija disa pyetje të thjeshta, por të forta. Kur ishte hera e fundit që u ndjeve vërtet në paqe me veten? Çfarë më pengon të afrohem më shumë me Zotin? Çfarë mund të ndryshoj, qoftë edhe pak në jetën time pas këngimit? Por le ta bëjmë edhe më konkrete. Ka shumë dëshmi njerëzish që kanë gjetur forcë përmes Eukaristisë. Njerëz që kanë kaluar vështirësi, stres, pasiguri dhe kanë gjetur një qetësi të brendshme që nuk shpjegohet lehtë me fjalë. Nuk është magji, por është marrëdhënie. Tani do doja të citoja edhe fjalët që ka thënë kryepeshkopi Joan. Eukaristia është burim jete dhe bashkimi. Ajo nuk është thjesht një rit, por një takim i gjallë me Krishtin që e transformon njeriu nga brenda. Dhe kjo është thelbi. Transformimi nuk ndodh me një herë, por fillon aty në atë takim të heshtur dhe të shenjtë. Në fund, le të mos e shohim Eukaristin vetëm se diçka që ndodh të dielën në kish. Ajo vazhdon në jetën tonë, në mënyrën si flasim, si duam, si falim, sepse nëse marrim dritë, jemi thirrur ta shpëndajmë atë. Sidomos në momente të vështira, kur ndihemi të humbur, të vetmuar apo pa drejtim, Eukaristia bëhet një burim shprese. Na kujton se nuk jemi vetëm dhe se gjithmonë ka një rrugë përpara. Të dashur dëgjues, ju falenderojmë që ishit bashkë me ne sot. Miru dëgjofshim në emisionin tjetër. Të dashur dëgjues, duam të ndajmë me ju një njoftim për të gjithë të rinjt. Ju ftojmë të bashkoheni në aktivitetet tona javore te Katedralja Ortodokse Ngjallja e Krishtit në Tiranë. Ditën e hënë, në orën 18, kemi studimin biblik. Një orë për të mësuar, diskutuar dhe reflektuar mbi shkrimin e shenjtë. Një hap drejt thellimit të besimit ton. Ditën e enjte, në orën 18, kemi ftesë me temë shpirtërore. Ku çdo të enjte, kemi të ftuar special që flasin për përvoja personale dhe çështje shpirtërore. Dhe ditën e diel, ashtu sikurse është bërë traditë pas liturgjisë hynore, takohemi në sallën e rinis për biseda, aktivitete që ndërtojnë lidhje shpirtërore dhe misi të reja. Të gjithë të rinj janë të mirëpritur. Mos u humbisni mundësinë për të rritur besimin dhe për të njohur miq të rinj. Atje ka paqe dhe qetësi, dhe shpresë të vërtet për shpëtim. Atje ka paqe dhe qetësi, dhe shpresë të